jemi këtu për t'i dhënë mbështetje numrit 128 Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe kandidatit tonë për kryeministër, zotit Ardian Xhimi. Kemi këtu dhe kandidatët tanë për deputet. Këta përkërkojnë besimin tuaj për të përfaqësuar zërin e qytetarëve në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Do të dëgjojmë secilin me radhë. Fillimisht ftojmë një njeri me përvojë të gjatë në qeverisjen lokale, ish nën kryetar i komunës së Rahovecit dhe aktualisht kryesues i Kuvendit komunal. Mirpresim kandidatin për deputet me numër 14, Fatmir Iska. Tatimore i ka dënu. Mund t'jem gabime dhe nëse s'jom ekonomist, po me atë sa po kuptoj që shtu ka ndodhë këtu. E keni një prej fermerve Muaremin këtu, dënum prej administratës tatimore, veç pse ka punu. Edhe shumë Muarema tjerë, shumë Fatmira tjerë, anë kënë komunës tonë, e besoj që edhe në Kosovë. E keni dëgju edhe këtë, po e përmendi që toka e cila punohet nuk do të tatimohet. Zero tatim do të ketë për tokat që të bujqësore. Këtu të nana bjen që shumë pak tatim me pagu për toka që nuk punohen, ose përdojë se hiqë, se që jemi një prej komunave ma punëtore që merret me bujqësi, edhe jo pa qëllim në thojnë kryeqyteti i bujqësisë. A i për rimena, ndoshta shumë se sa të tjerët e fitojmë dinarin, lekur me djerës, po shumë pak leverdi ka prej bujqësisë. Mundeni me pas se sa punë bëhet edhe në fund dhe reqetin që e vjerim, pak po fitojmë gajme. Po mi tregu të tjerëve që kështu bëhet edhe shteti, me djerës bëhet edhe shteti, me punë, me atë sa në një dhe si. Rritjen e pensioneve, Aleanca ka në program rritjen e pensioneve, jo dhënjen e 100 euro për bajrama për vitri, thjesht mosha, po këto me i pas çdo muj. Se cili pensioner me i pas çdo muj. Pensionin e ka 150 euro është baza nëse nuk gaboj, me i rritë këto pension, mos me bajt derë për ilaçe dalin, pastaj për këto shpenzime tjera që i kemi në përshpi, se cili si ekonomi familjare, nëse si familjar apo krye familjar, dikush grani që është këtu, kemi shpenzime ju për rryme, për uje, për internet, për prologe, për telefone, për gjitha të, thjesht me i shkurtu, edhe me shkurtu galin e një krye familjare në mënyrë që mos të ketë derë në fund mujit, a mi kështu gjepa të i dalin ajo. Edhe krejt në fund po dume e përmen tek shëndetësia, ju e dini se cili tash një këta matrin që e ma pak i pjetë mos punë edhe sigurimi shëndetësor po i ke, mos me paku pikresh për shkak edhe të kësaj, po njerës që e pak me nosh, tash edhe unë po jarkojmë dekadës e 5 të vajse, kur shkojmë në QKMF, mos mi pagu participimi. Shko paguj 1 euro të mirë që kontrolluesh, pastaj edhe 1 euro që merë e një pozion, pastaj edhe 1 euro për se cilën që punë që merë ose injekcion tek infermierë ose tek klik në QKMF. Aleanca ka në program që gjitha këto me i hekë participimin, në veçanti për barnat esenciale. I keni parë që barnat esenciale thojnë nga Ministria e Shëndetësisë, gjitha i kemi, nëse kur shkojmë në ambulantë, të shëndetësi primare këtu në përpunën që kemi, bungojnë, për ata që nuk e kanë ditë, po e japë edhe një informat që duke ju falenderoj dhe kryetarë komunës. Edhe pse nuk është kompetenca as përgjithësi e ti që mi siguru barnat esenciale, por kjo është drejt nëse drejti përgjithësi kompetenci Ministrisë së Shëndetësisë, kryetari ndanë mjetës u bugjet prej komunës për me e plëcu atë pjesën tjetër të nevojës për barna esenciale, për ata që për me ka nevojë, e për ata që shkojnë në veçanti kur ka rastë të gjende, a me rrëmë kur jetë në shpinë me qenë, për shkak të rastë të gjende, e me shku në QKMF, në ambulant, thjesht, apo me shku e të me kërë shërbimin, edhe këthejesh me atë shërbimin që e merë në secilin institucion shëndetësor. S'po du me u gjatë në tjetër, besoj që edhe kolegë tjerë kanë me shpallosë të programin në fushë, unë në bujqësisë po du me folë, Berat është ekspert që në gjithori bujqësisë, në 2 mandate, edhe ka për me që ka me tonë edhe e keni pa. Juftoj gjithë dhe me datë 7 qershor, dini sa në shumë votonë. Numri Aleancës është 1, 2, 3,
kandidatën për kryeministër e kemi më të mirin, mundën me pa, thjesht vetëm hyjnë në biografinë e tij dhe në punën e tij, që prej luftës e deri sot ku jemi ka qenë pjesë e gjitha zhvillimeve që kanë ndodhur në këtë shtet. Bile edhe në shkruesi deklaratës pavarësisë. Dini sa ma shumë me 7 qershor, jepi unë i hakun atyre që përrimen punoj, e ata që përrimen janë në numrin 1-2-8, unë e kam numrin 14, se cili kandidat ka numrat e vetë, e se cili votus ka të drejtë deri në 10 kandidat me i grumbullar. Votojnë më të mirë, sinqerisht, kur asnjëherë as nuk kemi zhvënyer, e as nuk e kemi as planat shëllim me i zhvënyer qytetarët, po me i shërby me gjithë kapacitetet e të që nga ka parë në manës. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Iska. Tani ftojmë një drejtoresh në komunën e Rahovecit për disa vite me radhë. Mirëpresim kandidatën për deputete me numër 27, Besmire Pytyçi. Faleminderit shumë, të nderuar të pranishëm me tekste veçantë. Me tekste veçantë të nderuara krahë dhe vajza që jeni sot e këtu, falenderojmë shumë që jeni këtu na dëgjuar programin tonë. Kryetari i Idekës Zotëri Iska një herë edhe kandidat për deputet e shpalosi programin e Aleancës për datën për zgjedhjet e datës 7 qershor. Është nësi veçantë me kërku votën e juaj, me kërku besimin e juaj. Viteve të fundit, Rahoveci, po gjithë Kosova u përballën me kriza të ndryshme, me rritje çmimi, na kanë dalë rryma severës, ashtu edhe dimrin tokën, kemi pas raste kur ditë të tëra kemi pasur rrymë dhe ne kemi pasur një zon për me përçuar problemet puna të cilat jetojmë çdo ditë bashkë, si në Opterush, ashtu në Kushe, Celin dhe Nagac. Andaj ne kërkojmë besimin tuaj në mënyrë që të kemi investime në komunën e Rahovecit, të kemi më shumë shkolla, qende, infrastruktura publike të rregulluara, sepse buxheti i komunës së Rahovecit është jashtëzakonisht i vogël për gjitha nevojat që ne kemi. Andaj këtë ditë i ftojmë që të votoni Aleanca në numrin 28 dhe kandidatët për deputet që jeni sot këtu. Ju faleminderit. Kandidati i radhës vjen me vullnet, energji dhe përkushtim për të shërbyer qytetarëve të Kosovës. Mirëpresim kandidatin për deputet me numër 34, Ukshin Thaçi. Përshëndetje të nderuar banorë të Krushës së Madhe, Selinës dhe Nagocit. Përshëndetje kryetar, të nderuar deputet, kandidat për deputet. Unë sot do të foli vetëm pak për shkak që programi u shpalos 10 programi 3 fusha që janë kryesore të Aleancës, siguri, energji dhe zhvillim. Unë vetëm një çampë do më kujtu se në komunën tonë që Krushja është një numër shumë i madh i banorëve këtu. Do 6 projekte më të mëdha që kanë qenë të komunës së Rahovecit, do në mbledhjen e parë të qeverisë i ka hequr gjitha për komunën e Rahovecit, kjo që është shumë e detyrta. Çfarë forme duhet me kërku votë këtu një parti e cila nuk na mbështet, edhe leqe s'na mbështet, por nuk e din asnjë, ai ke mbrojtur na Malishet, Zrena, dikun tjetër, nuk e di, po duhet me në shpjegime. Një qanë që mund ka brejt shumë, do që në 2020, me gjithë Kosovën në Bodrum, në ujtë të fyt, 2020 në atina kënë akon, ku jenë akon në 1999, 2000. So procesi, so zhvillimet janë po, ne sot jena në Bodrum në ujtë. Në njëri, në qeveri që nuk ka vizion, nuk ka mbështetje për qytetarë, nuk ka zhvillim, unë nuk di pse kërkon besimin të qytetarë. Të ju nisë për gjitha këtyre forma, unë ju kisha kërku që na mbështetni, na përkrahje ta bëjmë këtë ndryshime. Vetëm ja forma që me 7 qershor ta përkrahun Aleancën dhe ta bëjmë së bashku ndryshimin. Besoni që të secili prej jush, të secila votë ka më pas ndike. Nuk mund me thonë nuk qoj peshën në shpëtallon në sa vota e më përgjohë. Të secila votë
është me pjesë të jashtëzakonshme. Jo vetëm për aleancën, por për ndryshimin e Kosovës. Ju falënderoj gjithë dhe na pritëm. Tani është rradha e një drejtuesi me përvojë i cili ka dëshmuar angazhim dhe profesionalizëm detyrat që ka ushtruar. Mirpresim kandidatin për deputet me numër 47, Afrim Oruçi. Të nderuar banor të Krushës së Madhe në Agacin dhe Celinës. Puna e parë që komosi drejtori kadastrit me kërkesë të Këshillit Fshatit Krushës së Madhe. Kërkoj fakt. Ndodhi këto veç flete shalë rrugë. Me kërkesë të kryetarit të Këshillit Fshatit Krushës së Madhe ka qenë atë kufizimi i terenit për palestër sportive. Kjo palestër, para kësaj qeverie ka qenë memorandume me kërkesë të kryetarit komunës, ka pas memorandum me shkrim për palestër në Krushën e Madhe. E puna e parë që ka bërë qeveria në Kushtet e ka prish këtë memorandum dhe nuk është bërë palestra asnjëherë në Krushën e Madhe. Rrugës prej Rahovecit dhe Krushën e Madhe në Brestov në Agac. Kjo rrugë ka qenë planifikuar disa herë dhe asnjëherë nuk i buxheton. Është komplet rruga në disa pjesë me përdit kalojmë aty, përveç ata që nuk jetojnë në këtë zonë. Është rrugë e rrezikshme. Të gjitha punë që i kemi bërë bashkë me kryetarin, edhe pse rruga e rrezikshme, po shpirti i kënaqet atyre njerëzve kur e shohin këtë teren sportiv e që sot po vazhdon turneu për dëshmorët dhe martirët e Krushës së Madhe. Punë kjo e realizohet nga kryetari i komunës Majlativ. Përveç kësaj, pa dashur me i përmend punë tjera, të cilët vazhdimisht kemi kërku prej ministrive përkatëse, që është kompleksi muzeor Këshillimit, shtëpia e kulturës, shtëpia e balancurit, dhe asnjëherë nuk kemi marrë përgjigje pozitive nga Ministrinë e Ligjit. I kemi bërë krejt vetë këto. Po ka nevojë ma shumë banor i Krushës së Madhe, i Celinës dhe i Agacit. Nuk muj me këtë buxhet vogël të komunës, me këtë qeveri, edhe me këto ministra që për ditë na marrin miliona euro nëpërmjet Thesarit me përmbarus me realizuar dhe me kry punë që ata krejnë. Kjo është kërkesa jote. Vot për neve është vot për vetën e ju. Po ju ftoj që dalin masifikisht në zgjedhje me 7 qershor. Votoni numrin 1 të dhe të votoni kandidat nga Aleanca. Fatkeqësisht, po duhet përmend ku po qëndrojmë ne si komunë edhe komuna tjera të Kosovës e që udhëhiqet prej qeverisë. Është fatkeqësi që sot një komunë, Mitrovica, ka nënshkruar marrëveshje për sistem të ujitjes 500 hektarë në 3 fshatrat e komunës së Mitrovica me buxhetin e taksapaguesve të Kosovës. Para 3 ditë, i njëjti kryetar komune i Mitrovicës, veç se vjen prej partisë në pushtet, ka nënshkruar marrëveshje me ministrin e arsimit për ndërtimin e 2 shkollave në Mitrovicë. Vlera e projektit 5 milion euro. Në të njëjtën komunë, para 4 ditë me ministrin e arsimit, ka nënshkruar marrëveshje miliona euro për aplek publike janë shkruar për ndërtimin e fushave sportive në Mitrovicë. Me 14 maj, kryeministri në detyrë, bashkë me ministrin, kanë vërgur themelin për parkun ekoparkun në Mitrovicë. Me 27 prill ka nënshkruar memorandum në njëjtën komunë në Mitrovicë me parët e buxhetit taksapaguesve këtë Kosovës, jo vetëm Mitrovicë, edhe të Punat, edhe të Prizrenit, edhe të Pes, ka nënshkruar memorandum me Ministrinë e Sportit për qendër multifunksional. Mitrovicë, e dini cila është fatkeqësia jote. Neve veç na ka emëruar ministra. Edhe zëvendës ministra pati që është për kuvend.
e krejt puna e ministrave tonë, edhe zëves ministrave është, prej ditës kur e kru zëves ministri, puna e parë që ka po ka shku ka vizitu kryetarin e Mitrovicës, komut Mitrovicës. Ska arë me vizitu kryetarin e vetë, komut Ravicë. Ka shku në Mitrovicë, prej Ravicë. Zëves ministri vizitar, kryetarin e Mitrovicës i njëjti ka në shku për një javë para zgjedhjeve vlera e projekteve 20 milion euro. Edhe fatkeqësia tjetër, ky kryetari i kësaj komune i Mitrovicës vjen Rahovec në shkruan kontrata me varet të kasababusit qytetare për komunën e vetë, të na vjen prezenton kandidat për deputet prej Radhës së Vendosit. Do të thotë, ç'ky është përfitimi i si komunë. Na kemi ministra, kemi zëves ministra, atje lidhet kontrata milionëshe, ata vinë vneshta të Rahovecit, të një konak të Rahovecit kemi, edhe prezentojnë, po do të ç'ky është djalë i mirë për zgjedhje. Votoni këto. Pa dash me unë se ka edhe kandidat tjerë. Edhe një punë ka në, edhe një fatkeqësi, kur s'ka ndonë ma herë. Kreret e ushtrisë qytetare të Kosovës janë knu nxënësit i kanë knu në për ditët e shkollës edhe në për turneje sportive. Për herë të parë, pas 26 vite, një fëmijë e merr fushat me 14 vjetë, edhe një shkadet për asaj vajzës atje, e pa fajshme, në atë mosh, e dërrushme me liqë, del prej goje saj, thot, ju vrap zoti kriminele. Për krerët e ushtrisë qytetare të Kosovës. Për 26 vjetë, fëmijë i kanë këndu ushtarët e ushtrisë qytetare të Kosovës, për herë të parë në këtë mandat, prej gojës të vajzët del publikisht, edhe thot, ju vrap zoti kriminele. Edhe për herë të parë, në këtë mandat, deputet e kësaj qeverie urrojnë që krerët e ushtrisë qytetare të Kosovës të dërrohen me burgim përheqë. Kjo është përfitimi i kësaj qeverie. Po ju ftoj që dilni me shtatë që shumë. Dilni për ju, për familjet e juja, për ne. Kosova nuk është në rrugën e mirë. Na pritë të më. Faleminderit zoti Oruçi, të dashur qytetarë. Kandidati i Radhës ka qenë drejtoresh në komunë dhe aktualisht është asambleiste, por e angazhuar gjithmonë për interesin e qytetarëve. Mirëpresim kandidaten për deputete me numër 60, Saranda Salteku. Të dashur qytetarë të Krushës së Madhe, Zërinës dhe Nabacit, të nderuar kolegë kandidat për deputet me Tek Aleancës Karavec, të nderuar kolegë kandidat për deputet me Tek Aleancës së Krizërit. Kjo fushat ka një mandat veçantë që dallon angazhimin tonë të përditshëm, qoftë në nivel komunal, ashtu edhe në çdo aktivitet me qytetarët. Mirëpo dallon nga ata që shfaqen vetëm kur afrohen zgjedhjet. Ju e dini mirë se kush ka qenë pranë jush çdo ditë duke ndarë shqetësimet, sfidat dhe sukseset e përbashkëta. Këto zgjedhje duhet të jenë mandat i fuqishëm, sepse fuqia e qytetarëve të kësaj drejte për të vazhduar rrugën e rezultateve ka treguar sidomos në nivelin lokal. Qeverisja lokale ka vlerë sepse njerëzit që ju përfaqësojnë janë afër jush, i njohin nevojat tuaja dhe punojnë çdo ditë për t'ia adresuar ato. Edhe ne si kandidatë të kësaj zone do të vazhdojmë të jemi pranë jush sepse jetojmë dhe veprojmë bashkë me ju. Ne nuk vim vetëm për të kërkuar votën, ne jemi këtu çdo ditë me të njëjtën rrugë lagje dhe fshatën, duke ndarë të njëjtin realitet dhe të njëjtin vizion për të ardhmen e komunës sonë. Së bashku do të vazhdojmë të ndërtojmë Kosovën më të zhvilluar dhe më të mirë për të gjithë. Duke falendëruar nga zemra, ju ftoj të jeni pjesë e ndryshimeve me 7 qershor të votoni në numrin 1 të Tek Aleancën. Ju falenderoj. Krushiani Sejdi Bellanica është kryetar i Tekës së AK-s në Prizren. Ai është kandidat për deputet dhe mban numrin 31. E ftoj Moskën. Faleminderit, nderuar
të nderuar kolegë kandidatë për deputet të Parlamentit të Kosovës. Është vërtet që jam i lindur dhe rritur në Grush të Madh sepse ta jetoj në Prizren, në leqen e Aleancës për Prizren. Jam bashkuar listës së Aleancës për Parlamentin e Kosovës për garën e deputetit të Parlamentit të Kosovës, sepse besoj në vizionin që ka lista e Aleancës për Parlamentin e Kosovës. Kjo listë është lista më e mirë sepse ka dhe garën për Parlamentin e Kosovës, prandaj besoj se Aleanca ka bërë zgjedhjen më të mirë dhe duhet që të jetë qeveri e ardhshme në drejtimin e Aleancës për Parlamentin e Kosovës. Unë besoj këtë sepse Aleanca ka dhënë dëshmi se din të udhëheq. Ka dhënë dëshmi. Dëshminë më të madhe e keni ju si komunë, që ka të mandat të udhëheqet një komunë nga Aleanca, nga i nderuari kryetari Latifi. Prandaj është dëshmi e mjaftueshme që na tregojnë edhe se Aleanca di të udhëheq. Aleanca di të mbajë premtime, Aleanca nuk jep premtime të kota, di të mbajë fjalë. Por nuk është vetëm komuna Rovesi që di të udhëheqet nga Aleanca. Janë edhe komunat si Bota, është komuna Sorrejt, Gjekovës, Veçare. Të këta të këto komuna janë komunat më të mira në Kosovë që udhëheqen pikërisht nga Aleanca. Prandaj, besoj se kjo është dëshmi e fortë që Aleanca preparohet historikisht në këto zgjedhje që të marrë jo vetëm qeverinë e këtyre komunave, por të marrë dhe drejtimin e qeverisë së Kosovës. Sepse ajo nuk di të bëj politikë, por di të bëj shtet. Prandaj, faleminderit që më dha mundësinë paraqiten sot të para jush, që para jush të kërkoj për krahën tuaj, për listën që e kemi këtu përpara, për listën 128, që është lista më e mirë, për Aleancën e cila duhet të bëjë shtetin e Kosovës. Ju falenderoj dhe dëshiroj që në datën 7 qershor, sa më shumë të dalim në zgjedhje, të votojmë këtë listë dhe pas datën 7 qershor të qeverisim me Republikën e Kosovës. Ju falenderoj. Tani ftojmë birjen e Krushës së Madhe. Me rënë të forta në këto bujqësore dhe punëtore, ka shërbyer drejtor në drejtorinë për bujqësi, duke u angazhuar drejt për drejt me fermerët dhe zhvillimin e sektorit bujqësor. Edhe sot mbetet i përkushtuar që zëri i bujqëve të Krushës, Celinës, Nagafcit dhe gjithë rajonit të dëgjohet më fuqishëm në nivel qendror. Një njeri që njeh tokën, punën dhe nevojat reale të kësaj jane. Siç e dini, Belati mban numrin 61. E ftoj në skenë. Nderuar kryetar, kolegë nga lista e Aleancës, të dashur bashkëvetas, Celinës, Krushës, Nagafcit. Kontrolli nga Bjalimi ose Perezvejice për nisi përfuni si një djalë i Krushës së Madhe, si njëri që jam rritë që du në bujqësi qysh në fillim, si shumica në në Krushën. Po edhe do ma mund kur përnu në bankën e disa vite, edhe aty kërësit që marrë në bujqësore, i kom të rejtu kërkesin e fermerëve, edhe një parforme kom ma shumë në këllu të probleme të bujqësore. Ta në probleme në sa në qeverisë dhe dhe një bujqësis, aty po thuaj se edhe në specializu, edhe kom taku me mire, fermerë të komunës tonë, por edhe në gjere. Edhe këtë ka potim me thonë që në Koventin e Republikës së Kosovës, kër kemi parë deputet aty, nuk kanë ditë fort me duas me pyetje, as me duas me kërkesë në drejturin e ministrit dhe qeverisë. Dirë ke ministri aty folke shka e me kërname, ta se nga shërbesh, edhe aje brana në nga vetë. Po du me vëram të një tema që këtë fundit këna nga aktuale për këtë vit, të tema për subvencionet të shpivozim që ka ka ministria, pa dhe që me shpira për nga apliku valare, bimja dhe më shkarare për shtanë. Në atë uzime e të rëtik që vërët e janë në temi 4, aty kanë para bave, bo të ndryshime në skemet e përkrajat, për subvencionet që ju kini marrë të
milion, 6 milion e gjysmë. Në këtë vit, me këto skema, në pas të vajtë që i kom bërë, diku një 1 milion euro në veç kemi me hu, e s'ka në në keqë. Ose me keqë, plot buj që në që janë, më ka thonë që bile në qatë fotonë nuk ka piku e që. E që të fatëkesisht në ka kapë dhe kërpëj që të thonë që në adhë mësë me apiku, të në adhë në ditë e bazë. Nëse këthemi të skema e grantëve, edhe aty fermentarë bolë të kanë fitu. Në komunë në rëvizë këtë bakë, e në kërë që e në gjithë në njështë të tonës të ka vizu për këtë përëmë. Diku 25 milion euro e për çdo vit, vitet e të kaluara. Këtë vit, edhe këto ka godit, edhe kanë rëtëkuar në vetëm 10 milion. Që do të thotë, nëse vitet të kaluara s'kemi për të fituar, çka më bëjnë të këtë vit me 10 milion që janë për këtë Kosovë. Po kërkojmë besimin e juve. Po kërkojmë për krajen, ashtu siç na keni dhënë vazhdimisht, sa më se ju përfaqet të ajush, dhe kërkoj votën, e kërkoj me ngurë se herë, se në nivelin qëndërore, në nivelin Kosovës, me i përmasën kushit, jo vetë të realizit, po të këtë Kosovës, pasi që besoj që është shumë e nëmëshme. Nuk të me marrë më shumë, faleminderit shumë për përgjua që më vjen dhënë. Zoti Ismail Latifi, respekton këtë komunitet dhe ka ndërtuar një raport të fortë përmes punës dhe afërsisë me qytetarët. Sot ai është këtu si mik i Krushës, Selinës e Nagavsit, siç ka qenë gjithmonë afër kësaj ane. E ftoj mos kemi. Aziz Emajde, Sarage, aktivist, antar, simpatizant, asamblejist, kandidat për deputet në fillim prej Trinjës, nga Morimi është nga Samo Draza, është vajza një luftare në patrioti Recep Morimës në Stenjeni, e duke vazhduar në Besmirën, kryetarin e Degës, Mr. Krysus, Paperismen, është deri madhë që kemi edhe se i Belanisë, që është po ashtu në rejnë bërë, që se këto rejnë tash unë asocion edhe me deklarime rejnë të papërgjeshme të kapuara. Ne i dim rejnë tonë, dhe jemi të vjetër, jemi batin të trojnë, dhe besoj që i njohim mirë edhe ndjenjat i përjetuar, po dhe në plot aspekte ne i shruar se jemi një popull, jemi jetat tjera i ndajmë, pra kemi një identitet dhe kemi një flamur, ku që që po edhe kemi të ashtë një produkt që jemi shtetë. Republika Kosovës është vende i vogël dhe nuk ka nevoj, do më dhe në fut thika, në fut me kriju probleme të cilat s'ka të farë nevoj më kriju. Berade është djali i Krushës e bashkëpunëtori imi shumë njësarë, bashkëpunëtori i Krushës. Edhe besoj që me punën që ka, me sendën që ka bërë, ai ka punë krenore vetëm Krushë me Selinë në Nagasit, po edhe komunën tonë, patyshim, edhe muj me thënë direkt të thënë në një herë tjetër që se ka drejtor bujqisë në se në plot komuna ka drejtor bujqisë, ky identifikohet drejtori më serios, më i përgjithshëm, më i suksesshëm në Republikën e Kosovës. Se e përmendë, sepse kanë thënë vetë ata që sot janë detyrë që e kushtet. E ka thënë dikur, ai që apo kryetari i Travishës, që s'po duke përmendë në vesh, që vjen e prezenton vllau me vetë prapas. Pra, raportet të cilat i ka dërgu, lërsimet të cilat i ka dërgu Berat Durraqi si drejtori i Bujqisë, i ka lecu me vëmendje ata dhe ka përdorur si modele edhe për punën e tjerë. Pra në besoj që Krusha Madhe, Nagasi, Selina nuk harron sepse nuk duhet harroj ta përkra ma shumë se asnjëherë më parë një djalë, një ekonomist zotit, një drejtor përgjithshëm që ka sfiduar dhe ministrin e dyra në muaj.
kur ka reaguar i ka dalë punë ministrit i detyrë Bujqësisë Armend Mujës, madje edhe kemi komunikuar me telefon, për shkak se ky ka zgjedhur shifra të cilat fatkeqësisht është përfaqe dëmin që tentohet me humbë bujqësve duke i formalizuar dhe me udhëzime administrative që janë në Ministrinë Publike. Pra, ky e ka sfiduar dhe ministrin aktual të bujqësisë, që është ministri i detyrë Armend Muja, e që s'ka lidhje me bujqësinë kulturore, sepse ne nuk dimë as çka bëjnë, as çka duhet me bëjnë, edhe si mund të përkrahet bujqësia këtë vend, nuk e kanë as ide, nuk e kanë as modelin, nuk pyesin asnjë dhe fatkeqësisht ne jemi sot në ligj qershor dhe nuk ka thirrje as për subvencione, nuk ka thirrje as për grante, edhe pse subvencionet dhe grantet janë zgjodhur nga qeveria e Republikës Kosovës që sot janë ministra në detyrë. E kemi Saranca Teku që po ashtu është shumë aktive dhe sot, pra ne nuk kemi aktive në fushatë, se nuk e kemi ne në veprimet tona, nuk e kemi të momentet dhe sa me prodhu efekte në moment. Na nuk punojmë sot për lesë. Na jemi pikërisht ju, sepse investimet tona i bojmë me plan dhe investimet tona për bashkë i bojmë që të bojmë men jo për hatër tonë, po për gjeneratët që jetojnë sot dhe gjeneratët që vinë pas tash. E kemi Afrem Boruqin që thënë drejtën kur e elektrizoj atmosferën tonë dhe bravo i sot, ja mora në atmi. Është bashkëpunëtorë po ashtu si që dhe Saronda, Berati, Fatmiri, Besa, aktualisht të drejtori i shëndetësisë, e kemi dhe Ushqim Bashkë, nga që që po ashtu është një profesionist i zoti, një punëtor një njeri familjar si që jemi të qëtë ne. Sa herë të vijë Krushë, ne vijmë, po të se gati jemi përditshëm të Krushë, ne kemi ndjenjët për bashkë, ndjenjët për zirën, e Krushën, në Magacin, e Celinën, për shkak se të trashëgimisë së madhe që e ka ky vend, për shkak të sakrificës së madhe që jemi të marrë për rinim e këtij vendi. Pra sa herë vijmë këtu, ne edhe ndjejmë dhimbje bashkëndjenje për gjithë ato sakrifica, po dhe jemi krenarë për shkak se pa gjatë në sakrificën e njerëzve të Krushës, 243 njerëzve që janë masakruar në mënyrë më dhunshme të mundshme nga forcat barbare serbe. 82 njerëzit bashkë me musafirë për 3-4 ditë, pra në 25, 26, 27 mars. Po ashtu, me 2 predhët të Grandac, madje e përfshira aeroplan të Taraksi që dim ne, edhe nuk ka vojmë që se përsërisin, sepse në këtë vend, mbi këto dhejnë të la, ujtë të la, është ndërtu liria edhe është të drejta edhe me përmushke, për cilin shtetë dhe kemi nevojësëm, dhe kemi interes të kemi të forë funksionatë të zhvilluar, pikrisht të dorë e këti vend që të kemë shtetit, të të bjefshëm, të të bishëm, të blefshëm për interesat tonë. Dhe jo të kemë shtetit, në shtetë të kemi një pushtet që realisht në emër të interesave tuaja, në emër të interesave tona, në të realizon interesat të cilat i shërbejnë vetëm atyre që janë sot në pushtet e që nuk kanë as një lloj plani, as synime, as qëllime, as aspirata, as vullnet, as energji, as model, se si të mund të veprohet këtë vend për mirën e shtetorëve. Unë nuk du më shumë në ato çka ata bojnë sot, sepse ne zgjedhjet e parakoshme të shkaktuara nga blokada, nga penë që e marrë në kushte të shtetë, janë pasojë e politikave të gabuara, të krizave të vazhdueshme që vinë nga ky pushtet që aktualisht është detyrë, e shpresoj me shtatë qershor të krijohen kushtet dhe momentume që ata të shërbejnë ose vendet qytetarëve të tyre nga një pozicion tjetër, pra nga pozicioni opozitor, sepse për pozitë e për funksionet të gjitha i patën, gjithë shtetin e popullit e patën, edhe të Krushës, edhe të Celinës, edhe të Ratkovcit, edhe të Nagacit, edhe të Dragovecit, 14.625 vota e morën me 28 jetor vetëm komunën tonë dhe
përsërit mos 5 muaj na jemi në zgjedhje para kushte parlamentare. Kjo është vepra më e çuditshme që mund të bëjë dikush në emër të shtetit, në emër të qytetarëve, edhe mbjell shit si produkt, si manipulim qytetarëve të kësaj drejte. E ne nuk jemi as të pavëdijshëm, edhe as të pazot se jemi me rregull dhe tim çka është mirë dhe çka është keq. Unë e kom këtu dhe kartonin, kom mik, shok, hershëm, karton Zelunin, ka qenë drejtori i Pushisë, edhe normalisht Komisia edhe angazhimi për të mirë nuk ka vazhduar edhe deri ditën e sotme. Ne do të vim Krushën e jemi të dishur çfarë trashëgimie ka Krushën. Celina Lagos. Para të dite, ne e besoj 100 vjetur në shkollës shqipe, pikërisht në shkollës Barancush, që dikur nuk ka konsulta, sikur u thash, 100 vjet shkolla fillore e mesme Barancushit i ka bërë në datën e 15 maj. Edhe kemi besuar bashkë. Edhe aty ka një rrëfim shumë interesant për gjithë ato ECA-ve, gjithë ato angazhime, gjithë ato përkushtim për edukim, për arsinim, brezave që kanë ndodhur këtë vatër të editorisë. Jo këtë objekt, por këtë vatër të editorisë, e cila vazhdon të prezantojë po ashtu edhe angazhimin e mësimdhënësve, prindërve, nxënësve për e vazhdu traditën e mësimdhënës së Soliksetit. Në Krusht Mollë ka lënë Barancurin. Barancurin ka lënë Krusht Mollë. Nuk ka të ndjenë më të mirë se një personalitet historik, një heroj popullit, ja që ka lënë në Krusht Mollë. Ai ka mundë të tipu tjetër që Krusht Mollë ka lënë. Dhe kjo shkollë me krenari e bana emrin e Barancurin. Në Krusht Mollë ka lënë të mështërë në shikotë. Pavarësisht fatin të tij dhe 63 të tjerë, që janë në pagjetur, që në shduk me dhunë, me forcë, ne jemi krenar dhe krejtë Kosovë, ne Kosovë në shqiptarë jemi krenar që vinë edhe zotohen para në kompleksin muzorë në Qëndoti, para pusit e tjera, po asgjë nuk kanë bërë për Pushtin Botë. Nuk mujme në kohë një fatë, që në kohën kur Ramush Haradinaj ka qenë kryeministri, e Kadri Veseti ka qenë kryetar i Kuvendit, e Hashim Thaçi ka qenë president, ka ndodhur shkronësimi pas disa përpjekjeve, shkronësimi i parcelës sot është kompleksi muzeu Pushtin Botë. Ne kemi sot muzeun e masakrës, i cili është një vepër e trashëgimisë të përgjashme, trashëgimisë të dhunshme, trashëgimisë se asaj që na bën edhe të ndjejmë një dhimbje për ditë, për natë, edhe dhimbje të thellë sot deri edhe të jemi krenar sepse ky muze tash po shërben si një vend, një mundësi për të parë të tjerë, për të parë nxënës të fëmijë, vizitorë edhe nga treva tjera shqiptare, edhe vizitorët e huaj se çfarë ka ndodhur, çfarë vepra të gjenocidit dhe etnocidit ka ndodhur këtë vend. Këtë muze ne kemi ndërtuar me forcat tona si komunë, ndërsa kemi marrë një ndihmë edhe nga Ministria e Kulturës e Nisëve përmes ambasadës amerikane. Dhe ne po ashtu ndihemi mirë që muzeu i masakrës po rrim me pranur shumë vizitorë edhe me pa rrëfimin e të mërshëm, me dëgju rrëfimin e të mërshëm, edhe me pa ato artefaktet se çfarë ka ndodhur këtë vend. Ne dojmë njëta të lera, ne e kemi për një mend, plak, na e kemi për një mend, nuk e kemi për sot, nuk e kemi lera për 7 shorë, po e kemi në edukimin tonë, edhe politikë. Po dhe në vlerat tona që në përsojnë, e kemi për një mend. Ne dojmë Pushtin e Mollës, e ndjejmë dhimbjen e Pushtit të Mollës, dojmë për Pushtin e Mollës e linjën e Karbacit, për shkak se s'pore e di çfarë sakrifice ka bërë, që ka ardhur nesër në fund lirshëm, edhe lirshëm këto, dhe nuk jemi për atyre që vinë ju themi që rroft Krusha Mollë, rroft Celina, rroft Nagaci, edhe në emër të këtij entuziazmi
Ja u marrë do kota jume edhe me varu se ka jeni kushiri, madje me të tua dhe me kalzu qysh ka jeni eroj. Pse me një besimin për Beratin, Atmirin, për Sedën, për Destiren, për Sarandën, për Afrinë, për Rukën, për Artjernën, sepse ne jemi të vendishëm që ka nevojë për investimet shpejta në infrastrukturën rrugore, në rrugë trajnore, në rrugën magjistrale. Duhet me ndodhë diçka më shpejt të atë rrotullimi këtu që mungon dhe që vazhdimisht paraqet blokad, sidomos kur ka çarkullim më të madh të njerëzve e posaçerët kur vijnë ata nga Mërgata, shtatëtarët, ambulancat dhe motorët tonë. Ne vazhdimisht sa herë me ardhur këtu kemi thënë që duhet të rregulluar një urë që e lidh Rahovecin me zonën e Hasë. Po kush të do ato? Ti marrë bashkë me ato? S'mon e do t'i bashkë. Nuk dojnë me mu, nuk kanë plan me mu, nuk kanë plan as rrugën prezent Zezet Gjakov me mu. Sepse kanë planë tjera, në fakt ata s'ka plan tjesë. Ata kanë plan vetëm me ardhë me marrë vota, veç të fitur, pas me bu bashkë, kur që heqë pas i fitur. Ne nuk mundi bojmë si komunë, disa privete o publike, për cilat është interesi madhë qytetarët e kësaj drejtë, për krejtë qytetarët e komunës Rahovec. Nuk mundi bojmë një urë, se s'kem drejtë. Nuk kem drejtë as komuna Rahovec dhe komuna Prizrenit ku bashkë, me ku atur sepse ujërat janë pasurisht të ndërruara të rregulluara me ligj. Dhe ne nuk kemi drejt me që asnjë lokal me beton aty. Ne kemi drejt me rregullu këtë rrugë në fund të me boni sile funksionale ti problemi që ekziston në fund të hipokrasi. Disa herë në hipokrasi, madje, ne s'po kom nevojë me u hap plan, ka ndodhur krucion që janë aksidentuar e humbje të trashëgisht pikërisht në plan për cilin po flas. Ne nuk mujmë me rregullu drejnin e parë, nuk mujmë me rregullu brigjet e drejnit të parë, nuk kemi kompetencë si komunë me bo diçka që drejni parë në shërbim sigurim njëke, sigurim zhvillimit ekonomik, sigurimit turizmit, i atraksionit e rekreativitetit. Kush mundet me bo këto? Këto vetë qeveria mundet me bo. A kanë plan me bo këta? Ta që janë këtu, e që kanë 50%, ta asë një lloj plani nuk e ka. Këta e vajtë pëndë politikisht Kosovën, e kanë bloku buxhetin e shtetit, i kanë bloku buxhetet komunale dhe asgjë nuk çarkullon buxhet, rrjedhimisht asnjë investim fatkeqësisht, sidomos këtë vit është viti i humbur dhe ky vit i humbur është e kanë adresë. E kanë humbur këtë vit, ja kanë humbur 6 vite këtij shtetit për shkak se ata dinë veçlikitu shtetit, nuk kanë kufër plani se çka do të bëjë ditën e parë, ditën e dytë, 3 muaj e parë, 6 muaj e parë, 6 muaj e dytë dhe për 4 muaj. Gjithë kandidatë që karohen nga partitë politike, do të thonë dhe komë shpërëtësi. Gjithë në të mirë, unë s'kam pas një vrejtje të kandidatë dhe subjekte tjera politike. Po jo të gjithë kandidatë di kanë vullnet të vendojnë me po mirë. E tash, unë zotohet pare e që s'ka kandidatë që i kemi, prej Beratit që të pjerë i këti vendit, di me po mirë. Ka dëshmi, ka gjurë që ka di me po punën, që di me po punën, edhe prandaj ne nuk kemi ko. Absolutisht, madje duhet shpejt me funksion modelin e shembujve të mirë, shembujve të suksesit. Shembujve që të sprovuar si shembuj të mirë. E nuk kemi ko me po eksperimentet për shkak se jemi të provonu shumë dhe jemi duke ja u vetë shpresën çdo ditë qytetarëve të këtij vendi, të kësaj komune e të kësaj Kosove, e cila në themelet e saj po gjatë, po sakrifica, po fjehime. Pra, ne Beratit e këta njerëz, duke qenë edhe në ekzekutiv të komunës Rahovec, duke qenë me përvoja shumëta, pra edhe në fushën të rritë të caktuar, duke qenë edhe kompetent, edhe përgjithësi të caktuara, na nuk kemi më akumulim të astjerë në numra tjerë, po e kemi që numra. Nuk një qenë se tjenë në numra e këtëre njerëzve që i kemi përvoja. Dhe unë e mund e garantu për ta, që janë modeli suksesit dhe
transmetu me të modern, ose ka me integru me të modern, në një diçka që aktualisht për një bonë shtetit tonë në Republikës Kosovës. Për cilat ka nevojë sot bujshit e vetëm komunës tonë. Se ky tash është komunikime me bujshit edhe të komunave tjera, edhe për shkak të përvojës që ka, edhe për shkak të informacioneve të sakta të cilat po i plasoj për bujshit. Sikur t'i shkon e kundërta Berati Mikishar Bara, se është njeri me integritet, është njeri me integritet moral, profesional, është njeri me qëtë. Pra do t'ishte vështirë me sfidu dikon në qëse që ki informatët e nevojshme. Faktisht, ky ka informatët edhe ne i disponojmë atë informacion. Pra ndaj e armen në me në shumë. Dhe ata që gatshëm as me dalë, me sëqaru, taksativisht se si është puna me bujsht. Ata të kenë subvencione ma pak, ata të kenë subvencione ma shumë. Ata endës vërë me sëqaru, se së po kujtë domët për vitin 2023, 2024, 2025 dhe domët e 5, 6, 7 janor 2026. Pse nuk e zbatuar vendimin e qeverisë që ata kjo qeveri edhe vendosni do të shpërby fermerët, edhe nuk i respekton vendimet e veta. E ku nuk i respekton ata vendimet e veta, që janë të formalizuara, protokolluara, të nënshkruara, unë nuk di çfarë respekt ka me pas ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës. Pra, këto politika që ne sot i përjetojmë, sidomos këto vitet e fundit, sa të vjen politika që nuk shohin, nuk kanë ndjenja, nuk e përfillin asnjë interes të qytetarit të Republikës Kosovës. Dhe këtë që është dhe nësishtë për këta është, lojë fjallës, terma manipulativ, nocionet të cilat nuk i kupton dhe veprime konkrete asfalt. Tash unë e kom edhe në fund, Krusha modën edhe kjo zonë nga pasë. Edhe luftarët sot të strisë shqiptarët të Kosovës, edhe të shkollë që kanë rënë të shkollë. Janë 20 të shkollë, me të cilët unë ka pas njohje, po thuj se me setë cilët ka pas njohje dhe jo vetëm. Është rrezik i madh në qoftë se ne nuk këto ditë nuk e shtojmë vëmendjen edhe nuk e shtojmë kujdesin me fjalë tjera që me 7 qershor me votu ata që janë i shruar me vlera, ata që i njohin të vlera, ata që i pasojnë të vlera, ata që i respektojnë të vlera dhe ata që edhe Republikën e Kosovës si Republikë Demokratike dojnë me bo shtet funksional që i respekton vlerat edhe të lirisë, edhe të luftës, edhe vlerat e kujshve, edhe tjerësën e kujshve, edhe tjerësën e kretë atyre që punojnë, se kjo është dhe vetë një mundësi mi au hapë portët e shpresës edhe atyre që së qenë punësët e që dëshirojnë me jetu e me punon këtë farë. Ne kemi planin tonë edhe besoj që ne